Depresioni shpesh fshihet pas buzëqeshjeve dhe fjalëve "jam mirë", por çdo shpirt që ndjen peshën e trishtimit duhet ta di se nuk është vetëm. Ka shpresë, ka dritë, dhe ndihma nuk është dobësi, por është guxim të kërkosh ndihmë, të flasësh, të qash, janë shenja force dhe jo shenja dobësie.